Po për çfarë? Ai duhet çfarë jemi ndaj. Ai duhet çfarë leadership. Ai duhet leadership. Ai duhet çfarë që nuk vazhdon të thotë atë që tha para 2 muaj. Po i ka thënë edhe sot prapë kushtesisht atë thotë gjithë. Berisha duhet të largohet. Po patjetër. Me që humbi zgjedhjen. Po patjetër më do largohemi, po kur ta largoj Besardin. Pra Besardi do ta largoj, Besardi nuk tha që Berisha duhet të iki. Si ca parë. Besardi nuk tha që duhet të iki. Ai qëndron asaj deklarate. Unë qëndroj deklaratë që deri në maj ne duhet bëjmë gjithë shka për të rëzuar Edi Ramën, jo për të menduar rikonfirmim. Këtë e kam thënë ndaj vetes, ndaj gjithë. Edhe dhe Sali Berishës. Po prandaj duhet nisim protestat me Erla, se po dolëm në atë reatim që trajneri Intri, mos është protesta një mënyrë për t'ju shmangur debatin të brendshëm? Trajneri Intri. Debatin ta lëm në maj, sot do të rëzu Rama, apo jo? Fal, çfarë bën Silvinio? Fut nga minuta e parë për shembull Brojen. Shpërdoron 2-3 raste. Heq Brojen, shkoj fut Manajn më vllau se Dakun. Dhe kjo histori i del përballë skuadrës PS-s me një kapiten, me një skuadër. Të mund 7 herë rresht, 10 herë rresht, ndro skuadër o vlla. Ky është qendër sulmues. Ose ndro arbitrin ose më ndoshta. Do të qendër sulmues që është Sali Berisha. Ndro arbitrin. Është qendër sulmues që nuk bën gol më burr. Po ndrojmë arbitrin. Atëherë, nëse e ke për arbitrin dhe që Rama ta merr me arbitrin, jam shumë dakord, mos hyr në fush. Vëri flakën stadiumit. Ju as këto se bëni, as atë tjetër se bëni. Unë e di që juve ju pëlqen shumë ai skenari 2019-s. Jam shumë i bindur. Cili? I bojkotit jo. Unë them revolucionit ndodhi një herë. Bojkotit. Se s'ndodhi kur revolucioni. Ajo është maj gjuhës të gjithë njerëzit që duan opozita tjetër. Revolucion vlla me çu deri në fund. Por aty. Po patjetër. Grevurie ti, siç jeni gjithë aty. Mos lëvizni me stikanit deri sa propozuar grevën e urisë. Po sigurisht dalin nga mund tash në grevë. Se tani ti kur në momentin që kërkon një opozitë, pse protestoni? Pse futeni ti kërkon një opozitë nga një ran, i thu opozitës, pse futeni në fushë, pse protestoni thonë? Kjo opozitë fake, bashkëpunësi nga ana tjetër tani thu. O çoje deri në fund dhe më trego mua që nuk je fasade Ramës, ose mos di të më bësh pretekste PR-i aty. Besart, megjithatë, opozita ose Partia Demokratike u vonua shumë derisa mori një vendim, pra dukshëm kishte një lloj hutimi aty brenda. Pra u bën disa mbledhje, mblidhu me kryesinë, mblidhu me grupin parlamentar, erdhën edhe kryetarët e degëve derisa doli një datë proteste. Pra ishte e qartë që PD-ja nuk po dinte se çfarë të bënte, pra të bënte një bojkot, të bënte një grevurie, të bënte një protest. Pse ky hutim, pra keni frikë që nuk ju përgjigjen njerëzit, është opozita një pikë kritike edhe pas humbjes së zgjedhjeve, ka dhe konflikte të brendshme mbase në grupin parlamentar, pra njerëz që kanë ide të tjera edhe si gjithë në një mendje aty. Ide të tjera mund të ketë, konflikt nuk ka. Konflikt është fjalë e madhe. Ndoshta konflikt është fjalë e madhe, dakord. Okej, po ide të tjera pra që. Ide të tjera patjetër. Se erdhi një mesazh nga Gazmet Bardhi për të bojkotuar komisionet parlamentare. Ja, nuk ishte mesazh për bojkotuar komisionet parlamentare. Doli Berisha më pas dhe tha, atë ditë nuk do shkojmë në mëngjes se do marrim një vendim në orën 12. Duke që do testoj ideja e një bojkoti. Pastaj në grup parlamentar. Nuk e besoj se bojkoti duhet të ekzistojë më në fjalorin e Partisë Demokratike që e ka përdorur. A është tjetër gjë? Parlament normal? Jo. Pra, aksionin parlament, që është protest, grev, blokim, çuarja e kauzës ndërkombëtarisht, se parlamenti të ndihmon ta çosh kauzën dhe ndërkombëtarisht. Nuk është vetëm për qytetarët shqiptar. Patjetër është shembull dhe ndaj qytetarëve shqiptar, sakrificat që deputetët duhet bëjnë, duhet shkojnë në limitet e tyre. Vetë parë. Po, patjetër. Unë e kam propozuar deri në grevë dhe deri çdo gjë të mundshme, me shembull. Pra ti do ishe për një grevë? Çfarë greve? Unë personalisht po jam për grevë në parlament derisa të gjitha drejtat e opozitës rikthehen në parlament, që janë komisionet e timore. Po nuk e duan grevën? E duan një pjesë dormuese e do. Kush është një tjetër si ty që e do? Gjingjoni, Bledion Albati, gjitha kanë Samir Korreshi. Jemi të gatshëm, nuk ka si problem. Por ka diçka, është një strategji që i takon patjetër kapitenit ton, që u përmendë me terma futbollistik. Që është Sali Berisha kapiteni juaj. Po patjetër duhet përdorja ai strategjinë, nuk do dali një person aty po futem unë në grevë. Do ketë një strategji. Dhe këto janë lëvizje të një strategjie afatgjate. E keni diskutuar këtë argumentin e grevës? Po, patjetër. Grevës, bllokimet, gjithçka. Po greva ka diçka që kur të ndodhi, do ndodhi e fundit për të arritur gjën. Se pastaj... Pra nuk është hapi parë, mund të jetë një hapi fundit, greva. Pastaj do jetë oflijim o arritje e kushteve. Kush flijohet? Pa tani kush flijohet, atë që do marri Zoti ju Erla, ç'të them unë tani po. Nuk është ajo gjëja kush flijohet. Shpresoj asnjë. Po greva duhet të jetë gjëja e fundit që duhet ndodhi nëse gjërat nuk jepen. Dhe janë gjërat normale që kërkon një parlament, një opozitë parlament.
Ne kërkojmë komisione hetimore, ata nuk i japin. Ne thrasim interpelancë personat e akuzuara për korrupsion, që nga zonja Ballukut e zoti Rama, ata nuk vinë. Ne kërkojmë barazin në vendimarrjen e gjërave strategjike të Shqipërisë, ata nuk e bëjnë. Ne kërkojmë bavajtje normale të parlamentit për të debatuar dhe për të patur transparencë e publikut shqiptar, ata çdo herë tregojnë me arrogancë 83 kartona dal nga farsa. Prandaj ta bëra pyetjen në fillim, pra se keni problem me parlamentin apo e keni me skandalet e qeverisë? Se po tjetë për parlamentin, protestoni para parlamentit. Dhe parlamenti është skandali i qeverisë. E kuptoni ju që nuk kemi më republikë parlamentare, jemi për republikë kryeministrore. Nuk kemi as president dhe as parlament. Dhe duke bërë këto protesta, mendoni që do arrini ta ktheni parlamentin në shinat e parlamentarizmit? Mendoj që duke bërë këto protesta, do lindin gjëra të tjera të cilat do arrin ta çojnë parlamentin edhe shoqërinë shqiptare drejt normalitetit. Po është një piknisje. Tani këtej kritikohemi pse nuk i nis, këtej kritikohemi pse i nis. Ne po i nisim për të arritur dhe gjërat e tjera dhe thashë, se gjitha gjërat janë tryezë. Që nga protestat më paqësore, deri te protestat destabilizuese, deri dhe te greva e urisë në parlament. Sepse kjo është detyra një opozite përballë një regjimi. Nuk kemi as një pazar, as një bashkëverisie.